Pastrimi dhe menaxhimi i mbetjeve në plazhin e Velipojës gjatë këtij sezoni do të realizohet nga strukturat e Bashkisë Shkodër në bashkëpunim me ato të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Gjatë ditëve të pikut, ky destinacion veror frekuentohet nga deri në 100.000 pushues në ditë, çka e bën të domosdoshme kryerjen e disa cikleve të pastrimit për të garantuar standardet mjedisore dhe higjienike. Për sa i përket pastrimit është një bashkëpunim i vazhdueshëm që ne kemi me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, ku përveç frekuencave të pastrimit që realizon Bashkia e Shkodrës përmes ndërmarrjes së shërbimeve të punëve publike, kemi edhe frekuenca të shtuara pastrimi nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, pra përveç 2 frekuencave tona kemi edhe 2 frekuenca tjera për pjesën e pastrimit, duke e ditur që edhe volumi i mbetjeve është shumë i lartë edhe nevoja për të mbajtur pastër dhe evaluar këtë mbetje është shumë e rëndësishme. Krahas Velipojës edhe në Parkun Kombëtar të Alpeve, veçanërisht në Theth, menaxhimi i mbetjeve është kthyer në prioritet për strukturat vendore. Në këtë fillim sezoni, Thethi po përballet me një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve, duke shtuar sfidat për ruajtjen e pastërtisë. Ku fillojmë që nga Thethi që tashmë kemi një turizëm i cili shtrihet për gjatë gjithë vitit. Këtë ditë është një volum shumë i madh turistësh, është plot e përplot, gjitha bujtinat janë të përnotuara. Unë mendoj që është shumë e lidhur mbajtja pastër e mjedisit me turizmin. Një turist që shikon një biznes ose një operator ekonomik që nuk mban pastër mjedisin, do të mes me një shije të pakëndshme edhe nuk do të jetë i kënaqur për të rikthyer. Autoritetet vendore theksojnë se përballimi i sfidës së mbetjeve kërkon jo vetëm angazhim institucional, por edhe ndërgjegjësim dhe bashkëpunim nga vetë pushuesit për të mbajtur ambientin të pastër.